Në një natë të qetë ushtrive të flesh, kur gjithçka dukej si zakonisht, ëndërrove se gjete ar. Jo pak, por disa copa të shëndritshme floriri të fshehura në tokë ose një gur të vjetër. A ishte rastësi apo një shenjë? Sot do të flasim për floririn ose arin në ëndër. Çfarë do të thotë ëndra? Në ëndër u ndjeve i befasuar, i ngazëlluar, por gjithashtu dhe pak i hutuar, sepse ari si simbol nuk është thjesht pasuri, ai është dëshirë, epsh, ëndër dhe ndonjëherë dhe peshë që të rëndon shpirtin. Nëse je burr, kjo ëndër flet për fitime të mëdha, për një fazë të re ku përpjekjet e tua më në fund do të shpërblehen. Nëse je grua, kjo është një shenjë e qetësisë dhe stabilitetit që po vjen në jetën tënde. Një jetë pa fortuna, me dritë dhe me siguri. Nëse je një vajzë e re, kjo ëndër të flet për një martesë të mirë me një njeri të drejtë dhe të ndershëm, që do të sjellë lumturi, edhe nëse zemra jote ndoshta do të kishte zgjedhur dikë tjetër. Le të shohim tani më gjerësisht disa interpretime të ëndrrës me flori apo ar. 1. Gjen ar ose flori. Kuptimi. Nëse në ëndër shikon sikur po gjen ar, kjo është një shenjë e fuqishme e zbulimit të një vlere të fshehur brenda vetes ose në jetën tënde. Mund të jetë një talent i panjohur, një mundësi e artë që të është fshehur deri tani, apo një person që do të sjellë dritë dhe ndryshim në rrugëtimin tënd. Kjo ëndër vjen shpesh si shpërblim simbolik për durimin tënd, për betejat që ke kaluar në heshtje, për sakrificat që nuk i ka parë askush. Ari nuk e gjen kudo, ai shfaqet vetëm atyre që kanë kaluar nëpër sprova dhe janë gati të pranojnë dhuratat që jeta ka rezervuar për ta. Prandaj, nëse gjen flori në ëndër, beso se diçka e madhe është në prag, një ndryshim pozitiv që do të çojë drejt një faze më të pasur, jo vetëm financiarisht, por dhe shpirtërisht. 2. Nëse hyn në një derë të artë. Kuptimi. Nëse sheh në ëndër se po hyn në një derë të artë, kjo është një shenjë e tranzicionit drejt një faze më të lartë të jetës. Kjo derë përfaqëson mundësi të rralla, sukses, por dhe zgjedhje vendimtare që do të ndryshojnë rrënjësisht. Ari simbolizon vlerë, respekt, ndriçim shpirtëror dhe përparim. Hyrja në një derë të artë tregon se je gati të lësh pasiguritë dhe të hapësh diçka të madhe, qoftë një punë të re, një marrëdhënie të fuqishme apo një rrugë që të çon drejt realizimit të vetvetes. Në mënyrë simbolike, kjo ëndër të thotë: hapi syt, mos u tremb, dera është e hapur, jeta po të thërret. Nëse në ëndër ndihesh i emocionuar apo i befasuar përpara derës, kjo tregon se ke intuitën e duhur për të njohur të mirën kur ajo të vjen përpara. 3. Nëse sheh objekte të arta, kup, kuti, pasqyrë, statuj e tjerë. Kuptimi. Kur sheh në ëndër objekte të arta, kjo tregon se jeta po të dërgon mesazhe për vlerat e fshehura brenda teje ose rreth teje. Ari nuk është vetëm simbol pasurie, por dhe dije e thellë, mençuri, spiritualitet dhe ndriçim i brendshëm. Një kup e artë përfaqëson shpërblim, bekim dhe ndonjëherë një sfidë të fituar me nder. Një kuti e artë simbolizon sekrete të çmuara, mundësi të ruajtur apo talente të fshehura që ende nuk i ke zbuluar plotësisht. Një pasqyrë e artë të fton të shikosh veten me më shumë respekt, të pranosh bukurinë dhe forcën që ke brenda. Është një ftesë për vetdije të thellë. Një statuj për ari nënkupton lavdi, trashëgimi dhe ambicie të mëdha. Në përgjithësi, këto ëndra janë shumë pozitive dhe nxitëse, por nëse në ëndër ndihesh i shqetësuar apo i frikësuar nga objektet e arta, kjo mund të tregojë një frikë të brendshme për të mos humbur veten në kërkim të suksesit ose të luksit. 4. Gjen bizhuteri të arta si unaz, varse, vath. Kuptimi. Kur gjen bizhuteri të arta në ëndër, je përballë një shenje të fuqishme të vlerësimit personal, lidhjeve të rëndësishme dhe suksesit në marrëdhënie apo jetën shpirtërore. Unaza e artë lidhet me angazhime,
premtime të rëndësishme, martesë apo lidhje të forta. Mund të tregojë një ofertë të papritur ose një besnikëri që do të shpërblehet. Varsja e artë simbolizon kujtime të çmuara, emocione të thella apo barrë shpirtërore që mban pranë zemrës. Nëse e gjen në ëndër, do të thotë se do të zbulosh një të vërtetë të rëndësishme. Vathat e artë në ëndër janë të lidhur me dëgjimin e një lajmi të mirë, një kompliment ose një ofertë që të nderon. Në tërësi këto ëndra tregojnë një periudhë të artë që po afron në jetën tënde, qofshin emocione të bukura, sukses në dashuri apo vlerësim i vonuar që tani do të vijë. 5. Dikush të dhuron ar. Kuptimi. Në ëndër, kur dikush të dhuron ar, është një shenjë e fuqishme vlerësimi, respekti dhe dashuri që ka ai për ty. Ky veprim në ëndër flet për bekime të ardhshme, ndihmë të papritur dhe mbështetje shpirtërore ose materiale që do të marrësh nga dikush në jetën reale. Nëse dhuruesi është i njohur, ëndra mund të nënkuptojë se një person është aleat i fuqishëm ose mik i sinqert. Nëse është i panjohur, tregon që jeta po përgatit një surprizë të këndshme. Mund të jetë një ofertë, një mundësi pune ose një njohje që do të ndryshojë rrjedhën e jetës. Në aspektin shpirtëror, kjo ëndër është një shenjë që je në rrugën e duhur dhe universi po të shpërblen për përpjekjet e tua. 6. Ti i ja merr arin dikujt. Kur në ëndër je ti që merr ar nga dikush, jo si dhuratë, por me dorën tënde, kjo shpesh lidhet me ambicie personale, marrje përgjegjësie dhe përvetësim të vlerës dhe fuqisë. Nëse e merr me miratimin e tjetrit, tregon që do të përfitosh një marrëveshje të drejtë, një bashkëpunim apo një mundësi që do të vijë përmes besimit dhe ndihmës së dikujt. Nëse e merr fshehurazi, ëndra mund të jetë një paralajmërim. Kujdes me mënyrën se si arrin suksesin. Mund të përfaqësojë ndjenja faji, manipulim emocional ose pasiguri për mënyrën si po ecën përpara. Nëse arin e merr në një situatë tensioni apo rreziku, tregon që po lufton për të marrë atë që mendon se të takon, por dhe që rrezikon të humbasësh paqen për shkak të ambicjes. Nëse ti në ëndër vjedh ar, kjo ëndër ka një ngarkesë të fuqishme simbolike dhe zakonisht flet për ankth, ndjenja faji, mungesë vetvlerësimi në jetën reale. Vjedhja e arit që simbolizon vlera të qarta, pasuri shpirtërore ose materiale, tregon një dëshirë të fshehtë për diçka që mendon se nuk ta jep jeta me të drejtë. Nëse ndihesh i frikësuar gjatë vjedhjes, tregon lëkundje morale, po e ndjek diçka që e dëshiron fort, por ndjen se rruga që po ndjek nuk është e duhura. Nëse nuk ndjen asnjë faj apo frikë, kjo shpesh tregon një ego të lartë, ambicie të fortë për pushtet, por ndonjëherë dhe manipulim ndaj të tjerëve për të arritur sukses. Nëse kapesh duke vjedhur ar, kjo është një pasqyrim i frikës nga zbulimi i një sekreti ose gabimi në jetën reale, një ndjenjë braktisje ose turpi që po të ndjek. Kjo ëndër të fton të reflektosh. Apo përpiqem të bëj diçka me çdo kush? A jam i sinqert me veten, me të tjerët në qëllimet që kam? 7. Humb ar ose ta marrin në ëndër. Kuptimi. Kjo ëndër ka një kuptim të dyfisht, duke pasur lidhje me frikën nga humbja, ndjenjen e pasigurisë dhe pasojat e vendimeve që mund të kesh marrë. Humbja e arit që simbolizon pasuri ose vlera të çmuara tregon një frikë nga humbja e mundësive të rëndësishme në jetën tënde, si dhe pasiguri në kapacitetin tënd për të ruajtur atë që ka më shumë vlerë për ty. Nëse ti humb arin në ëndër, mund të tregojë se ndihesh i pafuqishëm në përpjekjet për të arritur qëllimet e tua dhe ndoshta ka një ndjenjë të thellë të mosvlerësimit të mundësive që ke pasur në të kaluarën. Nëse dikush të merr arin apo floririn, kjo mund të jetë pasqyrim i frikës nga të tjerët që mund të shfrytëzojnë mundësitë tua ose një ndjenjë humbje kontrolli mbi jetën tënde. Ndoshta ndihesh i shqetësuar se mund të të mashtrojnë ose të marrin
atë që ke ndërtuar. Në disa raste, humbja e arit mund të tregojë se po humb diçka të rëndësishme emocionalisht, si besimi në dikë, pasuri shpirtërore ose një mundësi e cila mund të ketë kaluar përmes duarve tuaja pa e kuptuar. Kjo ëndër mund të jetë një kujtesë për të reflektuar mbi mënyrën se si i menaxhon burimet tua, përfshirë kohën, energjinë dhe marrëdhëniet. 9. Gjen arë të fshehur në tokë ose në vend të pazakontë. Kuptimet: kjo ëndër simbolizon zbulesa të papritura, mundësi të fshehura dhe shpërblime të fshehura në jetën tënde që mund të kërkojnë durim dhe përpjekje për të zbuluar. Gjetja e arit në një vend të fshehur sugjeron që ka vlera dhe mundësi të mëdha që nuk janë të dukshme për të tjerët ose nuk janë të dukshme në jetën tënde të përditshme. Nëse gjen arë të fshehur, kjo mund të tregojë një zbulim të mundshëm të një mundësie të re, qoftë në aspektin financiar, emocional apo personal. Kjo ëndër mund të jetë një shenjë që ftohesh të kërkosh në thellësi për mundësi që janë përpara teje, por që nuk janë të dukshme. Nëse ari është fshehur në një vend të pazakontë, kjo mund të tregojë që vlera e diçkaje që kërkon mund të jetë shumë më afër se sa e mendon, por nuk është e lehtë për t'u arritur pa kërkuar dhe investuar kohë dhe mund. Mund të jetë një sinjal që të hidhesh në drejtim të ri ose të kërkosh për gjëra të çmuara që nuk janë të dukshme me sy të zakonshëm. Si çdo ëndër, çdo hap që bëjmë ka një kuptim, një mesazh që na udhëzon përpara. Ari i fshehur është mundësi të fshehura. Kujdesuni për ato që gjeni në rrugëtimin tuaj. Dhe mos harroni, gjithmonë ka më shumë se sa duket në fillim. Dhe nëse ti po kërkon gjithashtu arë në jetën tënde, mos ndalo. Nëse mendon se je në kërkim pafund, mendo se ndoshta është pikërisht ajo kërkesa jote që do të sjellë pasurinë tënde të brendshme. Jeta është gjithmonë një hap i ri në kërkim të diçkaje të çmuar. Mos harro të bësh subscribe dhe na trego çfarë simbolizon për ty gjetja e arit në ëndër. A ke parë ndonjëherë një ëndër të tillë? Nëse po, ju mirpresim në komente. Faleminderit që na ndoqët. Shpresoj që jeni duke shijuar këtë video dhe nëse jeni të interesuar për më shumë përmbajtje në kanalin ton, ju ftoj të na bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës.